se në fund të fundit Edi Rama do marrë helikopterin e do iki, Dobici do të mbetet juve nder, sepse nuk mund të dënoni njerëz se duan që të rrëzohet iki një diktator. Paga e kësaj pune, haraci i kësaj pune i këtij qëndrimi antikombëtar i prokurorëve dhe gjyqtarëve, nëse do përkrahin këtë se ky as përbindës nuk e quan dot, më ky është një zvaranik që të kafshon si gjarpri, po zvaranik është gjarpri. Keni kritika për drejtësinë, po pardje u mbyll përfundimisht vetinku, i bie që mbrapa sistemit janë më të ndershmi. Absolutisht e pavërtet. Po thuaj na e bën këtë avokat, reforma drejtësi. Doni të bëni reformë drejtësi? Po dalin pun gati. Jo atë që bëjnë ata, jo. Të dalin, të regjistrohen të gjitha pa përjashtim që është ndërtuar mbi tokë. Çfarë janë? Ndërtesa, pallate, hotele, resorte, vila, kasolle, çfarëdo që të jetë. Të regjistrohet dhe të dalë autori, pronari, kush është pronari. Se këta i kanë bërë ato pronat dhe kanë ndërtuar vile, pallate, resorte luksoze, po si kanë në emër të tyre dhe s'u thua dot gjë. Ndërsa nëse do shkosh dhe do regjistrosh këtë pallatin ku jam unë tani, do vish do më thuash mua jo ti ky, po ta gëzosh, po na thuaj ku i gjete parat. Ai që është që del pronar atje, ai s'ka si e justifikon se ai s'ka ku t'i gjej parat ai që thot ishin parat e mia. Pra detyrimisht ai do thotë që është Dylberi. Dhe do vend ta gjej Dylberin ku t'jetë ata. Pra avokat, me këtë reformë që ju thoni, jo vetëm pa gjyqtar dhe prokuror, po na lat edhe pa politikan. Tani kjo klasë politike unë ta kam thënë që do i zhduket na skena politike e vendit. Po DPS s'ka më. Po kush do vi avokat? Do vi një qeveri provizore që do ndërtoj një shtet ligjor, që do bëj një kushtetutë të re, një kod zgjedhor të ri, që do përgatis vendin për zgjedhje brenda 9 muajsh dhe që do bëjnë zgjedhje të rregullta, normale, njerëzore siç i bën gjithë bota. Iku koha e komunistëve zotëri. Këta përpiqen ta nisin e përkan shkop dridhen për të mbajtur pushtetin, por nuk do ta mbajnë dot më. Nuk do ta mbajnë dot më, se dolën kokat pastaj. Sepse urrejtja ka arritur aty që domethënë pak duan, e ti ç'duan me një skëndi. Avokat, ju mirë thoni, po a i tha që 500.000 të dalin aty, tha unë nuk iki. Lere qa bën Mileti? Ja do t'ja shohim trimërin. Kështu thoshte Mubaraku në Egjipt. Po kur e arrestuan edhe morën si qenë zvarr atje e futën në burg dhe vdiqën ngordhi në burg, i duket e lehtë atje për klasja me njerëzit, se është mësuar deri tani ai që i përçante ky spioni i 100 zbulimeve të huaja, i 100 shërbimeve sekrete, i Sali Berisha. Tani se ka më Saliu me vete. Avokat, as partia Saliu s'ka më mbështetës. Avokat, dëgjoj tani. Ne pam që u arrit marrëveshja mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara. Pra lufta, bombardimet e tjera. Më në fund u gjetën sa negociatorë dhe i ulën palët. Tani si, mendoni që nuk mund të ketë negociator tani mes qeverisë e protestuesve, ndonjë të huaj ndoshta në emisar që t'i ul palët? Këtë ul, dhe për çfarë t'i uli? Po gjendet një zgjidhje. Zgjidhja është dorëheqje, s'ka tjetër. S'ka tjetër. As i vrasim, as i presim, as i shajm, as i përbuzim. Do themi vetëm kaq, liro vendin. Se nuk të do më populli, se s'ke thënë kam marrë 800.000 vota, që si ka marrë aq. Po tani po vinë 1 milion. Tani kush janë më shumë 1 milion apo 800.000? Se 1 milion vinë që se duan. Atëherë si mund të rrimën pushtet? Aritmetike thjeshtë. Ndaj u themun që t'ikin me të mirë. Të ikin vetë. Të ikin vetë, të mos i tërheqin zvarr, se do t'i zvarrisin. Dëgjoj, 1 milion vetë me pështym të mbysin. Jo policit keshti, po dhe ta më falë, dhe tanket të nxjerrësh në rrugë, s'ke që bërë. Në flas, ndoshta këtu mund të hynë Amerikanët ta qetësojnë situatën. Përse do hynë Amerikanët? Të mbrojnë këta? Po hynë për këta. Atëherë dhe ta bëjnë, se deri tani këta po mbronë Amerika.
Deri tani që flasim bashkë, Amerika po mbron Salihun dhe Diramën, deri tani, që s'po ndihet, dhe nuk mbështet protestën. Dhe dalë të ti mbështesi dhe zyrtarisht dhe pasaj dim si t'ja të regojmë mëndin dhe Amerikës. Ora Amerika e ka të në dorë dhe mund të navrasi. Ne jemi pa mbrojtë, ne veduar në gjetë jemi. Po ama ta dim që kemi vdekur në fushë të betejës si burra, jo si lepuj. Se di apo ka se presim na vind nga i generali, prandaj ndoshta ai ndryshon çik situatën. Generali po të vi, edhe ti thotë e Diramës qërohu ik nga karika shpejt, mos të zvarrisim neve, mos ta bëjmë si ati Maduros, ik shpejt ti thotë. Dhe shpresoj ta bëj këtë. Mirë po, se generali e që vendos, është deep state-i në Amerikë. Për ata që na dëgjojnë për herë parë, avokat, kush janë këta? Departamenti i Shtetit, Ministri i Jashtme e Amerikës, Sorosi i gjallë. Ata e mbrojnë këtë klik banditës që ka uzurpuar pushtetin sot e 80 vjetë në Shqipëri. Se shiko do t'i themi gjëra si që janë. Ishin Amerikanët që nasitën në 43 në Jaltë të Stalini, Roosevelti me Churchillin, a nasitën të Stalini, nasitën. Në 46-ën, a ikin Amerikanët të roqën ambasadën dhe e lanë atë Elverozën mirë them që të bënde çfarë të donte me ne, na shkeli, na shkatërroi 80 vjetë, ishin. A ishin Amerikanët ata që dërgonin, vinin grupet armatosura për të rëzuar pushtetin e Elverozës dhe ata e njoftonin Kadir Hasbiun dhe dilte i prisë Kadir Hasbiun në kufi. 100 herë na kanë tradhtuar Amerikanët. Janë të pabes Amerikanët, se Amerikanët kanë interesa, s'kanë miqësi zotëri. Se s'është komb që të ketë miqësi, është konglomerat kombësh, edhe rasash, edhe hibridus. Gjithsesi avokat, ju e dini mendimin tim për këtu. Këtu ndahemi, ata na dhanë pavarësinë e Kosovës.